Kanë dalur rezultatet e mishit të bardhë të pulës në Kosovë, ku thuhet se është i sigurt për konsumim dhe se nuk përmban salmonel, përkundër që në Shqipëri ky mish i bardhë i pulës doli të jetë i infektuar me bakterien e salmonelës. E këtë ka bërë të ditur edhe Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë të martën përmes një njoftimi ku thuhet se të gjitha rezultatet e analizave konfirmojnë se mishi i bardhë i pulës që tregtohet në Kosovë është i sigurt pas ngritjes së dyshimeve se mishi i pulës me origjinë nga Brazili kishte rezultuar pozitiv në Shqipëri. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë tha se kanë vendosur masa shtesë kontrolli, duke përfshirë edhe marrjen e mostrave, duke vendosur kufizime të shitjes deri në konfirmimin përmes rezultateve të analizave laboratorike. E në rezultatet e këtyre analizave është konfirmuar se mishi i cili ka qenë duke u tregtu dhe ai që ishte duke u importu është i sigurt për konsum dhe se i plotson të gjitha kriteret ligjore për tregtim. E këto veprime u ndërmarrën pas skandalit në Shqipëri, ku u gjetën 8 ton mish i kontaminuar me salmonel i importuar nga Brazili. Ky skandal u zbulua pasi analizat laboratorike konfirmuan praninë e salmonelës në një sasi të konsiderueshme mish pule të importuar. Në Shqipëri, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në hyrje të marketeve ka vendosur fletë informuese për qytetarët që mishin e paketuar Coca-Cola të mos e blejnë këtë produkt, por nëse e kanë blerë ta kthejnë menjëherë dhe të mos e konsumojnë pasi që përmban salmonel. Përveç në markete, thuhet se mishi kontaminuar me bakterien e salmonelës është shpërndar edhe në fast food apo edhe në restorante. Gjithashtu, thuhet se një ndër qytetet ku është shpërndar më së shumti ky lloj mishit të pulës me salmonel është Vlora, ku edhe Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka ushtruar më së shumti kontrolle këtyre ditëve. Kujtojmë që edhe në vitin 2017, 26 ton mish pule me salmonel që vinte nga Brazili ishte bllokuar në Durrës. Në vitin 2019 ashtu ishte bllokuar në Vlorë 2130 kg mish pule të ardhur nga Polonia, pasi ishte me salmonel. Ndërsa në vitin 2024 në rrjetin e dyqaneve KFC në Shqipëri ishte shitur mish pule i infektuar me bakterien salmonela. Por çka është salmonela dhe nëse konsumohet, çfarë simptoma mund të ketë? Është një lloj bakterie që gjendet në zorrat e kafshëve shtëpiake, bagtive apo kafshëve të egra. Zakonisht bartet në ushqim përmes tokës apo ujit të kontaminuar dhe jashtëqitjet e kafshëve apo njerëzve, për shembull nga plehu i kafshëve, kanalizimet apo duart e pista. Simptomat e salmonelës shfaqen diku pas 24 apo 48 orësh pas konsumit të një ushqimi të kontaminuar, e që personi infektuar mund të ketë temperaturë të lartë, lodhje, ethe, dhimbje koke, dhimbje barku, kapslëk, diare apo edhe të vjella.